Sot më kohë që flitet për një udhëtim të zotit Rama drejt Brukselit, pasi thuhet se është thirrur me urgjencë lidhur me zhvillimet e gjyqësorit në Shqipëri. Brukseli e bëri të qartë me deklaratat që bën, të cilët thanë nëse nuk vepron gjykata kushtetuese apo nuk vepron parlamenti për sa i përket dhënies lejes për Ballukun për arrestimin e saj, negociatat në Shqipëri do fillojnë nga zero. Pra tashmë kemi edhe një bashkim evropian i cili pavarësisht se nuk është se themi që është i përkryer apo nuk ka aferat e tij apo nuk ka problemet e tij, se edhe Bashkimi Evropian është më keq se Rama, drejt shpërbërjes janë edhe ata, por tek e fundit kanë edhe ata një përgjegjësi morale, themi, tregojnë një farë moraliteti duke e thirrur për të thënë që ky është fundi, kjo është vija e kuqe, ke kalu vijën e kuqe. Dhe vërtet me Ballukun ai ka kalu vijën e kuqe sepse është një aferë e cila nuk është puna vetëm se po ta vërtetoj spaku. Nuk ka nevojë për vërtetim sepse të gjitha punimet që janë bërë, të gjitha kanë dështuar, të gjitha janë rënuar, të gjitha janë shkatruar, qoftë tuneli Llogaras që rrjedh, se kur deklarova në fillim fare kur u inaugurua që thash ky s'ka bërë kolaudimin dhe kujdes me këtë tunel, njerëzit edhe qeshën edhe e morën si nuk di se si, po nuk e besuan, më mirë themi. Kështu ndodhi me të gjithë rrugët që ka bërë kështu. Kështu që nuk ka ndonjë gjë tjetër. Jemi në këto kushte, kështu që mos harroni se shumë para janë hedhur nga Bashkimi Evropian, jo më kote u përmenda edhe raportin e FMN-s, se edhe në raport FMN-s janë pikërisht flitet edhe për buxhetin aty, edhe për paratë e hedhura dhe të asaj të shpërdoruar për të vjedhura nga qeveria. Kemi impartin, impart 2, impart 3 që nuk funksionon më sepse janë para po prapë të deklaruar. Pra është një akuzë publike, e bërë publike. Pra çdo njeri e shef rrugën që bie, çdo njeri e shef se si qahet rruga, çdo njeri e shef tunelin që rrjedh, çdo njeri e shef atë katastrofën që ka ndodhur, për mbytjen, të gjitha njerëzit i shohin. Pra nuk ka nevojë të marrim edhe të themi spaku e ka të vërtetuar apo s'ka të vërtetuar. Kjo është vërtetim publik, çdo shqiptar ta pyesësh e din shumë mirë, nuk ka domethënë. Dhe pikërisht në këto kushte Bashkimi Evropian kërkoi thret, Brukseli e thret pikërisht vetëm për këtë. Dhe thash deklarata që bëri Brukseli që tha që nëse nuk vepron drejtësia në mënyrë të drejtë, pra Ballukut nuk i hiqet imuniteti, nuk i jepet leje spakut për ta arrestuar, atëherë ne do fillojmë negociatat nga zero. Jo se këto negociatat që janë bërë apo këto grup kapitush që janë hapur, që Rama i ka quajtur me të madhe, i ka quajtur një fitore shumë e madhe. Unë gjithmonë kam qenë skeptik edhe asnjëherë nuk kam pranuar që Shqipëria e meriton të jetë në atë kooperativ, unë e quaj kooperativ gjënë. Por nuk ka standard. Ashtu siç nuk kemi standard për të qenë pjesë e NATO-s, por politika është e tillë, gjeopolitika është po prapë më e thellë, kështu që Shqipëria duke qenë pjesë e Ballkanit, patjetër që duhet të jetë edhe pjesë e NATO-s. U futëm, ose më mirë na futën në NATO, se sa ne nuk plotësohemi as i kusht, ashtu siç nuk plotësohemi as sot, se ne s'kemi as lloj mbrojtje. Kështu që do na fusin edhe në atë kooperativën e Bashkimit Evropian, do na fusin pikërisht vetëm për gjeopolitik, jo se dhe gjeostrategjinë që ka NATO. Dhe do jetë NATO dikusi që Shqipëria do jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Jo më kot e keni dëgjuar që presidenti i Amerikës e ka cilësuar disa herë që Shqipëria duhet të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Pra Ballkani duhet të jetë pjesë e tyre. Kjo hyn te gjeostrategjia dhe gjeopolitika e NATO-s, dhe dihet shumë mirë që NATO-n e komandon Amerika, se po si Amerika nuk ka as NATO më. Në fakt, nëse do kemi një zhvillim akoma më, po themi, më të bujshëm, edhe mund të ndodhë që zoti Rama të vendoset përpara një, po themi, zgjedhje shumë vështirë ku ose të lëshoj pushtetin ose ndoshta drejtësia mund të merret me të,
Dhe ai vendos të lëshoj pushtetin. Çfarë ndodh me Shqipërinë pra? Do kemi zgjedhje, ka qeveri teknike, çfarë procedurash ka më tej? Jemi pak më me këmbë tokë. Nëse Rama detyrohet, nuk detyrohet nga brenda, themi, po detyrohet të japi dorëheqjen, do detyrohet nga jashtë. Pra nga ndërkombëtarët, qoftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Bashkimi Evropian, po më tepër gjykoj se është tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndikimi që Rama mund të japi dorëheqjen. Dhe padyshim me keqardhje them, po padyshim ata që bëjnë lëvizjen që detyrojnë Ramën me largu Ramën nga pushteti, besoj se kanë edhe zgjidhjen tjetër. Kështu që nuk ta ngelet, domethënë, gjë për ta zgjidhur ne. Sepse për ta zgjidhur ne, unë kam thënë edhe prapë them, gjithë politika shqiptare për 35 vjet ka ndjekur politikën e Sorosit, dhe nëse vazhdohet me politikën e Sorosit, akoma me politikën e Sorosit, do të shohim që nuk, sepse politika jonë nuk është se ka ndonjë influencë të madhe në arenën ndërkombëtare, po ti shihni edhe këto vizita që bën, qoftë Peleshi, ministri i jashtëm kjo çaj ka, dhe qoftë edhe opozita, po të shohësh, domethënë janë vizita shumë të vakta. Themi kam vajt për një mëngjes lutjesh, por nuk kanë sjell asgjë. Tash i dalësh të arri opozita shqiptare. Po marr se mua më tepër më intereson opozita se sa pozita, se për pozitën e di se çfarë llumi është. Por të arri opozita shqiptare që të dali me kongresmen atje fotografi, 50 vet dalin në te zyra aty fotografi, e kupton, për të treguar se ne kemi taku këtë kongresmenin e 539, se janë 540 gjithsej. Kemi taku të kongresmeni 539 atje, sikur nuk në të njëjtën kohë që nuk kanë asnjë takim me administratën Trump. Kjo është themi që quhet dramë për Shqipërinë, jo për politikën, se politika jonë dihet se çfarë niveli ka, jo më koti që para politik. Pra, edhe kur pash ato foto që kanë botuar, më duhet vërtet, domethënë thash, këto vërtet janë para politik. Nuk e u them kot këtë. Nuk kanë asnjë lloj vizioni, nuk kanë asnjë lloj gjë. Dalin në për intervista dhe japin intervista bastarde. Domethënë të vjen keq që Shqipëria përfaqësohet me këta lloj njerëzish. Dhe në një moment që Rama do detyrohet, do detyrohet të japi dorëheqjen, patjetër do ketë edhe një zgjidhje, do jetë një qeveri teknike. Mënyra e zgjedhjes pastaj thash, nuk e di kush do ndikojë në zgjedhjen e një qeverie teknike, por patjetër do ketë një qeveri teknike e cila do marrë përsipër në thonjza të themi t'i heqi, t'i lëroj duart spakut për të vepruar, dhe që është gjëja më kryesore, dhe pjesa tjetër pastaj për të vënë disa piketa për sa i përket të çurisë dhe zhvillimit të Shqipërisë. Nëse do vjen njerëz të cilët nuk kanë asnjë lloj vizioni ose bishat e Ramës e të këtyre, pastaj nuk do vazhdojmë të njëjtën rrugë. Nëse drejtësia nuk vepron, po jo ashtu siç këta kanë nxjerrë atë teorinë e pushtetit të prokurorëve, sepse nuk ka pushtet prokurorësh. Unë nuk e di nga kanë gjetë këtë lloj teorie e pushtetit prokurorëve, se pushteti prokurorëve nuk ekziston, domethënë, si term të paktën. Kemi diktatura, njërën tjetër vendos partia, siç vendos Rama për të gjitha, kjo është problem tjetër, por pushtet prokurorësh që t'jenë prokurorët e pavarur dhe vendos kanë këta, për gjithçka nuk ekziston. Mirë, po këta kanë nxjerrë të temë sepse duan me patjetër të justifikojnë vjedhjen dhe veprimet që këta bëjnë. Këta nuk duan, domethënë që ti mund të vjedhësh, mund të bësh, mund të katranosësh çdo gjë, mund të thyesh çdo gjë, mund të shesësh edhe interesat kombëtare, dhe në fund fare ai thotë unë jam kryeminist, apo unë jam ministër, unë jam zëvendës kryeminist, unë nuk duhet të prekem sepse kam mandat. Dhe këta nga populli nuk e ka dhënë mandatin, qoftë edhe deputetit, apo ministrët janë të zgjedhur, nuk janë të emëruar, nuk janë zgjedhur, se qeveria është e emëruar, nuk është e zgjedhur, por populli nuk e ka dhënë mandatin për të vjedhur. Populli i ka besuar mandatin për të ecur përpara, për të zhvilluar vendin, jo për të vjedhur. Kështu që këta këtu e ngatarrojnë atë, dhe prandaj kanë nxjerrë këtë teorinë e pushtetit prokurorëve. Por që do ketë pastaj një qeveri teknike, patjetër do ketë qeveri teknike, se ndryshe nuk mund të shkosh në zgjedhje në këtë lloj situate dhe në këtë lloj kaosi. Por që
ajo qeveri teknike pastaj duhet bëjë gjithë reformat, pra ajo qeveri teknike nuk do jetë as 2 mujore as 3 mujore, siç e kërkojnë qoftë edhe opozita që thotë duhet ketë një qeveri 3 mujore para zgjedhjeve, që është skandal edhe ajo. Por duhet jetë një qeveri të paktën më minimalja është 1 vjeçare. Bëj me një protestë që po zhvillohet në Velipoj kundër një prej biznesmenëve të Shqipërisë, i cili po ndërton një resort atje, megjithatë ka pas probleme me banorët lidhur me marrjen e tokave dhe shtëpiave dhe pa një ujdi mes tyre. Pse akoma vazhdoj që në 2026 kemi probleme të tilla me pronën dhe pse për shembull një oligark ose qoftë një biznesmen në momentin që nis një investim në një nga zonat në Shqipëri nuk ka një marrëveshje me banorët atje, edhe pse ndoshta për shkak edhe të shtetit ai që zotron tokën ndoshta nuk e ka dhe me letra tokën, por dihet që ai mund të ketë vite stërgjysh, ka stërgjysh që jeton aty. Fillojmë me ligjet që bën në kuvend, me abandonimin e kuvendit që bëri Partia Demokratike, lënien e mandateve, dhe ligjin e korporateve që u miratua në kuvend në atë kohë, të them drejtën. Kam pas një përplasje shumë të madhe me opozitën dhe ju kam kërkuar që ta çojnë edhe çështjen në gjykatë kushtetuese, gjë që nuk e çun, ligjin e korporateve. Dhe mbi ligjin e korporateve këta veprojnë. Duke qenë se këta kanë çdo gjë në dorë, atëherë bëjnë të mundur që pronari i tokës mos ta marri tokën me letra, mos të ketë tapinë e tokës, duke nxjerrë justifikime pas justifikimesh, por kjo ka ndodhur në gjithë Shqipërinë. Domethënë siguria juridike në Shqipëri është zero, themi. Por oligarkët nuk janë oligarkë se janë oligarkë të cilët janë të bërë me punën e tyre, me gjën e tyre. Ata janë oligarkë të emruar, janë oligarkë partish. Pra këta i bën oligarkë partia, jo se janë oligarkë, por këta i bën oligarkë partia. Këta bëjnë ata pastrimin e parave, drogën, dreqin, shetanin, çdo gjë bëjnë. Edhe marrin tokë falas, ja u fal qeveria, se qeveria është shumë më mirë se me oligarkët dhe është kopratse me pronarin. Pra pronarit nuk ja kthen tokën, po oligarkët ja kthen. Por çat bie në sy në këtë protestë, në një shkrimtimin kam bërë që Rama bëri vajti në Vatikane dhe shkoi u lut te Zoja e Mirë, u lut për të shpëtuar Shqipërinë. Në të njëjtën kohë, kur Rama po atë zonë që është katolike, nuk po flas për gjithë Shqipërinë, po për atë zonë pakti që është katolike, me që u lut ke Zoja e Mirë në Rom, e dhunon, jo merr pronë. Pra, hipokrizia e këtij njeriu shkon deri në atë mas që atë që bën shkon edhe kërkon ndihmë tek Zoti, themi, apo te shenjtit apo te shenjtorët. Gjë që nuk shkon. Por ky njeri që e ka shit Shqipërinë, ky njeri që e ka shkatërruar këtë vend, ky njeri që e ka zbrazur këtë vend, bën atë hipokrizinë tjetër. Dhe më e bukur kush ndodh ajo pjesa që sa herë që ndodh një përplasje e tillë, Rama nuk ndodhet në Shqipëri. Pra është një koordinim ndërmjet Ramës dhe oligarkëve veprim në mënyrën se kur vepron, ditën që kur vepron. Dhe ajo që të vjen keq pastaj, të vjen keq me policinë e shtetit, që është një polici që edhe në kushtetut, edhe në ligje ka që duhet të mbroj interesin e popullit, duhet të mbroj popullin. Pra, ajo polici bëhet gard kundër popullit dhe bëhet gard për të mbrojtur oligarkun, apo biznesmenin, apo ndërtuesin, quajeni si doni, nuk ka rëndësi fare emri. Pra për të mbrojtur individin më mirë themi. Pra mbronin një individ i cili është i partisë, është i pushtetit, që luan paratë e partisë dhe të pushtetit, dhe i mësyn qytetarët e tij. Në të njëjtën kohë që duhet të ishte e kundërta. Policia duhet të jetë në mbrojtje të ligjit dhe në mbrojtje të qytetarëve. Në Shqipëri ndodhet kundërta. Policia është kundër qytetarëve, kundër popullit, në mbrojtje të pakicës, të oligarkëve, të pushtetarëve. Pra nëse ti e thret si qytetar, thret policia nuk të mbron ty, nuk më mbron mua. Nëse e thret
një pushtetar apo oligark, atëherë policia i vjen në ndihmë atij dhe pse ai s'ka të drejtë, se flasim gjithmonë kur ke drejtë dhe kur nuk ke drejtë. Është e njëjta skemë që ndodh në për protesta. Policia mësyn popullin pse proteston, i hedh gaz në mënyrë skandaloze. E njëjta gjë ka ndodhur edhe aty. Ashtu siç ndodhet te 5 maj, kur u prishën, në mënyrë bastarde u prishën, dhe policia u përdor. Pra, kjo policia, pra ne them, edhe e qeveri teknike që duhet vi, apo që duhet ndërtohet me bazën e ligjit, për të vënë disa rregulla në Shqipëri, se këtu janë prishur rregullat e lojës. Ne nuk kemi më rregulla loje. Pra, pushteti përdoret për pushtetin. Dhe interesi i popullit është eliminuar totalisht. Nuk kem mbron njëri popullin. Populli nuk e mbron as në gjykat, as në polici, as në spital, me as i vend. Populli është gjithmonë ai që duhet paguaj. Ndërsa këta janë ata që duhet pasurohen. Këta duhet vjedhen dhe nuk duhet shkojnë para drejtësisë. Se kanë mandat këta. Ndërsa ai fakiri, ai për një veprim të gabuar, për një shkelje të ligjit, qoftë edhe ata që janë përdoruesa shashi, ata shkojnë në burg, e futen në burg, keni pa të amnistia. Se sa është numri i të burgosurve. Dhe të gjithë janë pikërisht për këto, për budalli që themi. Se këta kanë fut në burg edhe pse ke pi 2 shishe bjerë, nuk ke pi 1. Këta kanë fut në burg pse nuk e ke 5 gram hashash, pa e ke 6 gram. Dhe tonet e kokainës që zhduken, nuk keni pa në një gjyq, apo përsa i përket mbetjeve toksike që janë Durrës, që kam thënë porti Durrësit do ja haj kokën të gjithë këtyne. Po më e keqja kush është? Është se po helmon qytetarin. Dhe askush nuk merret prokuroria me këtë. Nuk merret Spaku me këtë. Dhe Spaku merret të thret në Spak, turpi i madh, të thret në Spak pse? A ka ndikuar kjo kryetarja e mini bashkisë në votan që ke dhënë ti? A e kuptoni që atë turpi është apo se kuptoni? Merret Spaku me këtë më. Jo më larg se dje e kishe një rast tillë. Merret Spaku, a ka ndikuar, e njefti këtë, po e njoh se është mini bashkisë, a ka ndikuar kjo ke vota për këty? E kuptoj me çfarë merret? Në vend që të merret, pra harxojnë kohën, harxojnë energji, konsumojnë edhe letrën për budalliqe të tilla. Më fal. Dhe shoh zhdukën 2 kontenerët me drogë. Në Port Durrësit nuk foli njëri, s'ka një hetim. Ikën mbetje toksike, nuk foli asnjëri, bërtijet më të madhe, ore ikën. U desh një vit ta deklarohet edhe një kompani e huaj pastaj. Një nga këto shoqatat e mbrojtjes që e deklaruan. Sa kur për ti çon nuk e hap të gojë njëri. Po flas edhe për opozitën. Kjo është situata që jemi ne. Dhe për ne them, nëse vjen një qeveri teknike, duhet vi qeveri teknike shqiptare shumë. Vendosi 2 rregulla këtu. Po nëse hi Rama, vjen Ram tjetër, as më intereson fare. Jemi në situatë emergjence. Shqipëria është situatë emergjence, me drita nez është Shqipëria. Nëse vazhdon kjo lloj politike, nëse vazhdojnë të ruhet, nëse ai palavos parlamenti, nuk i jep lejen për të arrestuar Balluku, atëherë për çfarë rrin shqiptarët këtu? Jo për çfarë rrin, por shqiptarët duhet të ndërgjegjësohen, të kapin e të hedhin kazan klerave të gjithë, të hedhin kelanët, nga parlamenti të çojnë lan, të hedhin lan. Se votën shqiptarët nuk ta ka dhënë për të vjet, nuk ta ka dhënë që ti të abuzosh, që ti të pasurohesh. Jemi në situatë të tillë. Dhe një qeveri teknike
jo pse e kërkon opozita, po është emergjente për Shqipërinë. Po këtu nuk njihet as institucioni dorëheqës, as gjë njihet këtu. Këtu njihet vetëm pushteti. Dhe kemi 35 vjet që vazhdojmë me pushtet, se shtet nuk ndërtuam kurrë, dhe kemi 35 vjet në tranzicion dhe nuk thot njëri, ore, ç'është ky vend që rrit 35 vjet tranzicion. Po si të kesh atë lloj parlamenti, që të vjet turp, që janë deputet. Turp të vjen që ku i shef ata deputet. Nga i pari deri ke i fund. Që s'kan bërë gjë për këtë vend. Pra ne them që Shqipëria është në emergjencë totale për të largimin e Ramës. Rama çdo sekond që rri është fatkesi kombëtare. Ky duhet largu me çdo kusht. Nuk ka rëndësi se si. A ndërkombëtarët apo shqiptarët. Fatkesia është se shqiptarët nuk mundën për 13 vjet u zhgënjyn, u rropatën, u përdorën, themi, nga politika. Do të ka ardhur koha që ta bëjmë me ndërkombëtarët ashtu.